Përshëndetje miq, sot është një temë në lidhje me a i ndjeni veten që jeni të zgjuar shpirtërisht. Në këtë video që të gjithë ju që po ndiqni këtë video do të mësoni 4 hapa ose rrugë për të cilën të kuptoni se ku ju ndodheni, sepse në fund të fundit nëse keni hyrë në këtë kanal është që ju rezononi dhe ajo që do të kuptoni në këtë video është që do të arrini të bëheni pak a shumë të mësoni se kjo është që do të ndaj në këto 4 hapa rrugë për të cilën ju do të kaloni gjatë procesit të zgjimit tuaj, pra atë që zgjimi nafton që të gjithëve, por në këtë rast me që ju po e ndiqni në këtë jeni me të vërtet që keni marrë përgjigjen e lutjes tuaj, pra ju nuk jeni vetëm dhe sigurisht që të gjithë të rrisni burimin tuaj të mençurisë sa asaj që ju kërkoni dhe mund t'jetë Zoti juaj, mund t'jetë universi, mund t'jetë krijesa, çfarë doni që ju e të rrisni nëna natyrë, shpirti juaj e të tjera, ëngjëjt, mjeshtrat, kryeëngjëjt, nëna hënë, çfarëdo lloj që ju jeni, pra keni lidhje dhe të rrisni, është që ju sigurisht kur jeni të hapur ju do të merrni përgjigje dhe në këtë rast nuk jeni pa qëllim këtu. Gjithsesi në këto që do të tregoj 4 rrugë bëhet fjalë për ftesën tonë dhe në këtë afat kohor të këtij shekulli të ri, shekullit 21 është bëhet fjalë për një ndërgjegjësim të lartë kolektiv ku të gjithë jemi të ftuar të hapim zemrën. Gjithsesi që të gjithë jemi të lirë, sigurisht një pjesë flen gjuhën, por duan apo nuk duan, vetvetiu frekuencat e larta të energjive të mençurisë, mësimeve të vërtetësisë së jetës, që sigurisht janë që ndjejnë me zemër, kanë hapur zemrën, kanë ndjekur rrugëtimin e zhvillimit vetëdijes shpirtërore për të cilën kjo vetëdije thellohet vazhdimisht dhe sigurisht kjo bën që jeta të kuptoni që është magji, është mrekulli, është dashuri, por ju lutem varet se si ju, pra, ose në përgjithësi ne si qenie njerëzore e interpretojmë magjin, mrekullin. Pra ku ne jemi në nivele të ulta e interpretojmë magjin si diçka që nuk është e mirë e të tash, pra diçka me ju po ndodh, pra tjetër kush po ja u sjell atë të keqen tuaj. Sigurisht kushdo që mendon të keqen, kushdo që pra kërkon të keqen, por nuk futet përse po ndodh diçka, por e kërkon të keqen sepse të tjerët e sjellin, sigurisht kjo nuk është magjia për të cilën është jeta. Magji do të thotë të zbulosh me zemër të hapur atë që ju e interpretoni me mendje që dikush tjetër po ju bën dëm ju. Prandaj, në këtë video ju do të merrni arsyen pse po ndodhin ndryshime dhe në këtë rast pse me ju, pse me mua dhe pse po ndodh në shkallë globi. Fakti është që është mënyra më e bukur e jetës dhe ju që jeni në këtë video ta bekoni dhe të vazhdoni të dëgjoni që të kuptoni që jeni në rrugë të drejtë për çfarëdo lloj situate apo çfarëdo lloj që kaloni, ju do të njiheni. Mësoni që këto 4 rrugë nuk janë në një vit të drejtë, sepse dhe jeta nuk është fiks. Ashtu si kurse ne jemi energji, ne jetojmë në këtë univers, energjia drejtohet nga universi, ne jemi me këtë trup me 2 energji, energjia maskullore është mendja, energjia femërore është pjesa kuantike që ne nuk e shohim, të gjitha organet që ne i kemi në brendësi dhe këto ne do t'i shohim, ju lutem, vetëm kur ne mbyllim syt
dhe ndjejmë atë që çfarë ndjejmë në brendësi të trupit tonë, dhe kjo është që 4 hapat që ju do të mësoni tani është që do t'ju ndihmoj për të zbuluar se ku ju ndodheni pra në këtë moment. Janë 4 fazat, është zgjimi i shpirtit, që do të thotë jo pra diçka nga brenda nesh na kujtohet, pra diçka na sjell shpirti. Tjetër është ne do të transformojmë të gjitha energjitë për të cilët nuk na shërbejnë me dashuri, që do të thotë pastrim, pra do të pastrojmë çdo gjë që nuk na shërben. Por këtë do ta bëjmë me dashuri. Hapi 4 është rritja jon, që do të thotë ne avash pas hapi ne po zhvillojmë dhe po kuptojmë me rritjen tonë që arrim në vërtetësinë e jetës tonë, me të vërtetë atë që kuptojmë që jeta ka dhe një bukuri, është dhe një kuptim kryekëput ndryshe nga ajo që ne kemi jetuar, dhe së fundi është që ne do të lidhemi me këtë qenie, pra do të jemi vetja jonë në 2 këmbët tona, sepse ne do të krijojmë në harmoni mendjen edhe shpirtin, dhe do t'i sjellim që të dyja këto energji, pra në atë që do të jemi vetja jonë e vërteta kush ne jemi, pra do të jetojmë me besimin tonë, me ato që ne krijojmë vetë, me ato që ne ndjejmë që kemi ardhur në këtë jetë me një mision dhe me një drejtim, dhe në këtë rast është hapur zemra. Dhe këtë kërkon koha, afati kohor, Zoti juaj, universi, çfarë doni që të rrisni, burimi i energjisë, shpirti juaj kur arrini në veten tuaj të lartë. Këtë kërkon që ne që të gjithë ne të kthejmë energjinë tonë, të duam veten tonë, sepse kur i kemi ne këto, edhe jemi në gjendje që të ndihmojmë të tjerët, jemi në gjendje që të krijojmë jetën në paqe, në dashuri, në lumturi. Ajo që dua të tregoj, pra disa këshilla para se të filloj në fazat, në rrugëtimin, është që ju të kuptoni që kjo nuk është në një vit të drejtë, pra këto që i shpjegova tani, zgjimi, pastrimi, rritja edhe lidhja me qenien tonë nuk janë në një rrugë të drejtë. Sigurisht universi është që zhvillohet, dhe në këtë rast të kuptoni që ne do të kalojmë, pra çdo gjë do të përsëriten këto gjëra, pra si një spirale që të gjithë e dini formën spirale. Dhe si ta kuptoni, pra ato çfarë ne ta krahasoni me gjitha situatat që ne kemi kaluar gjatë rritjes tonë, pra ne në këtë rast ne kemi qenë bebë, u rritëm, pra adoleshencë, po kështu rritja jonë, ndoshta në moshë madhore e tjera, pra kemi kaluar situata nga më të ndryshme duke u rritur, pra nuk qëndron në një vend, nuk është jeta fiks, pra nuk është në një vit të drejtë, as zemra që ne kemi nuk është në një vit të drejtë, pra çdo gjë është në formë spirale. Ndërkohë të kuptoni që ne edhe në qoftë se gjatë procesit, pra këshill ju pra ndjeni mirë dhe përsëri ktheheni, pra është i procesit, pra herë mirë, herë jo mirë, herë me emocione të forta, herë ndjeni të gëzuar e tjera, të jeni të sigurt që kjo tregon që ju po rrisni koeficientin e dritës, sepse ne jemi energji, jemi dritë, dhe në këtë rast është esenca jonë është dritë, dhe është kjo zemra është astrale, shiri që jemi lidhur me universin, dhe në këtë rast çfarë kërkohet është që në qoftë se ju ktheheni, është që ju jeni në rrugën e drejtë, ju po hyni në thellësi me shpirtin tuaj, ju po lidheni me vetveten tuaj, pra ju po arrini të qetësoni mendjen, atë që edhe pse ka vështirësi për arsye se janë ngulitje që janë marrë me mira shekull, duke qenë pra të kushtëzuar nga gjërat e vjetra, dhe në këtë kohë akoma qëndrojnë një pjesë me gjërat e vjetra, me bagazhe të vjetra, besime e tjera për të cilën nuk i përshtaten më kohës, dhe sigurisht nëse do të qëndrojnë me të, sigurisht do të ndjejnë dhimbje, se askujt nuk i preket liria, është e drejta e çdo kujt të zgjidhë jetën si e doj. Po janë 2 rrugë, o dhimbje, o mrekulli, paqe, liri, jetë pa stres,
të dashur, të dëmshur dhe të bëni atë që ju dëshironi, atë që ju jep kënaqësi. Gjithsesi, që të gjithë këto faza, pra këto rrugë, do të përsëriten tek të gjithë ne, për të cilën jemi të përfshirë dhe kërkojmë dhe të rritemi me vetëdije shpirtërore. Pra këto do të përsëriten dhe nuk do të jenë tash në një vit të drejtë, dikush mund të ketë të katërta për një herë, dikush mund të ketë relative, pra mund ta kesh në fillim, mund ta kesh në fund, gjithsesi në mes këto 4 faza, pra janë situash të kombinuara. Gjithsesi ju do ta ndjeni nga ajo që rezononi, por e përbashkëta, pra e përbashkët se kjo është që jemi që të gjithë jemi ndryshe. Dhe mënyra se si ne kemi kaluar sfidat në jetë janë të ndryshme, dikush mund të ketë drama, trauma, sidomos gjeneraca ime e shekullit para, pra shekullit 20, të viteve 50 deri në 90, aty këtu deri në 2000 dhe mbas 2000-shit, sigurisht është energjia e re dhe gjeneraca e re janë në rritje, se energjia është në rritje. Gjithsesi, që të gjithë ju që ndiqni këto video, ju jeni të gjeneracës para shekullit 20, por ajo që të kuptoni është që e përbashkëta e këtyre, pavarësisht se nuk janë në një vit të drejtë, pra dikush mund të ketë zimin, sigurisht zimi është për të gjithë në fillim, por pastaj pastrimi apo rritja apo çdo gjë. Pra varet në atë që të gjithë jeni unik, jemi të ndryshëm dhe varet se ku ju jeni në këtë kohë me çfarë ju rezononi. Gjithë ajo që do të kuptoni është që e përbashkëta e këtyre, pavarësisht se si do t'i kaloni, është që do të gjejmë veten tonë, do të lidhemi me veten tonë të vërtet. Kjo është e përbashkëta. Pra do të thotë që ne do të lidhemi dhe do të duam veten tonë. Dhe kur duam veten tonë, do të thotë që ne jemi lidhur me brendësinë, ne kemi filluar të hapim zemrën dhe sipas asaj që do të jeni në këto faza, do të arrini edhe në një zemër tërësisht të hapur. Do ta dëgjoni në vazhdim. Gjithsesi, le të fillojmë. E para është zgjimi, që të gjithë është që diçka në veten tonë na bëhet, pra na kujtohet, pra jemi bërë të vetëdijshëm për diçka. Dhe ndoshta ajo që ju kuptoni është që ky zgjim ju tregon që pra jeta për të cilën ne po bëjmë, pra të gjithë ju, nuk është në thelbin ton, po kështu është ajo që ne kishim mësuar nga ana e logjikës, pra që marrëdhëniet apo puna apo zakonet që ne kishim krijuar e të tjera janë shumë larg nga thelbi jon. Dhe tjetër është që ne fillojmë, pra kjo na bën që ne fillojmë të shohim veten tonë, pra të shohim ato, të të shohim veten në pasqyrë. Dhe kjo, pse kur sheh veten në pasqyrë, sheh shpirtin tënd, pra dhe sidomos kur i sheh syt dhe jeni zgjuar, duken që syt nuk qeshin, pra jeni tjetër, dikush tjetër, sepse diçka në brendësi, pra shpirti juaj ju kujtoi, ju solli diçka. Ajo që ne në këtë kohë që ndjehemi ndryshe dhe kërkojmë, pra që sepse në fundi shpirti na do më shumë, atëherë ne pyesim, a është kjo jeta që unë po bëj? A është e gjitha kjo? Pra, si thua, fillojmë të pyesim sepse shpirti kërkon të dali. Nuk ka rëndësi, dhe këto do ta shpjegoj tani, si të kuptoni që ju, si të ndiheni, si ta kuptoni atë që po ndodh me ju. Ndoshta që të gjithë ju, varet si ju vjen, ndoshta gjatë gjithë kohës që kaloni gradualisht vjen një përshpëritje për atë që ju përshpëritet diçka në lidhje me atë që që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë e dini. Për shembull, unë do t'ju tregoj nga vetja ime, në lidhje me marrëdhënien time përshpëritet gjithmonë që diçka nuk shkon. Dhe edhe pse kërkoja në vetvete përgjigje, duke qenë se jepja me mendje ishte që është turp të ndahem, po kjo përshpëritje ishte graduale, pothuajse gjatë gjithë kohës që isha në marrëdhënie. Dhe si përfundim, unë e injoroja më përpara sepse nuk e dija, por erdhi momenti dhe sidomos ky 10 vjeçar dhe në koronë që patëm që të gjithë doli frika,
në këtë rast ishte që ndikoj në të gjithë globin ton dhe njerëzit u ndërgjegjësuan që nuk kemi pse kemi frikë se jeta po vazhdon dhe në këtë rast dhe unë jam zgjuar në kohën e koronës dhe aty kuptova që në fund të fundit ne jetojmë. Për çfarë duhet kem turp kur diçka nuk shkon mirë. Dhe kjo është ajo për shpëritje e vazhdueshme që marrëdhënia nuk shkon, diçka nuk ka, nuk mund ta injorojmë dhe Diana nuk e injoroi. Mbas 30 vjetësh martese, më në fund shpirti ndjeu është mjaft dhe kjo është që mua më krijoi edhe atë zgjimin. Për një pjesë mund të jetë zgjimi në lidhje me humbjen që ju keni, humbjen në lidhje, çdo lloj humbje, humbje ndoshta vdekje të partneri, fëmijëve apo të njerëzve tuaj të dashur, humbje ndoshta romantike që kurse kishe menduar që një marrëdhënie me fëmijë e tjera do të dështonte, pra do të divorcoheshit ose ose një marrëdhënie për të cilën ju akoma jetoni dhe prapë ndjeni që diçka nuk shkon, pra jeni bërë pra në këtë rast do të thotë që diçka po humb dhe ndoshta ke kuptuar që ke humbur veten, sa shumë ke bërë, pra në lidhje me lodhjen tuaj, në lidhje me ndjesh bosh dhe po ashtu edhe në lidhje me sëmundjen, sepse që të gjitha këto gjëra që ne kemi kaluar janë shkaqet, sepse pa nga pak çfarë lloj që ne kemi kaluar, ato nuk ndjehen për një herë, po janë strese që grumbullohen. Gjithsesi, çfarë na mëson pra zgjimi, që të gjithëve ne na mëson që ne do të lidhemi me veten tonë, më tepër se kurrë, dhe sidomos në këtë shekull ne jemi që të gjithë të ftuar, duke ndjerë pra se çfarë po ndodh me ju që ne të lidhemi me veten tonë. Dhe zgjimi na kërkon që të gjithëve që të qëndrojmë të qetë. Pra që të gjithë e ndjeni jeni me shpirtin, kërkoni qetësi, doni që të rini të qetë. Sigurisht e këtë qetësi do t'ja jepni vetë, edhe pse jeta është ngarkuar, ju do t'ja jepni kohë vetes, pra do të gjeni kohë dhe do të qëndroni vete, sepse shpirti kërkon të jeni të ndershëm. Shpirti kërkon të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Dhe në këtë rast, sigurisht ju ndoshta e ndjeni që shpirti kërkon të vërtetën, ndoshta e kuptoni pra çfarë ju mëson, ndoshta e kuptoni që doni të qëndroni dhe doni të ndaloni për gjërat që janë të padrejta, por tani nuk vini më gishtin ke të tjerët, por kërkoni sepse çfarë ka ndodhur me ju, pra me ju gjatë gjithë jetës me veten tuaj. Pra na mëson që ne të përballemi me gjëra të padrejta dhe në këtë rast edhe pse ne kemi sepse jemi mendoj me mira vite është vepruar me këtë pra kushtëzimin nga ana e energjisë mashkullore, bëj dhe çdo gjë ti bëni si donin të tjerat. Nuk ka rëndësi ku, brenda familjes apo me partner, me shtëpinë tuaj, partner romantik apo me kolegë apo me tash, pra në lidhje me sistemin tonë, nuk ka rëndësi se si ne pra jemi kushtëzuar, por ajo që kërkohet, që edhe pse kemi të ngarkuar mendërisht apo me zakonet apo me çfarë ne kemi marrë me vete, fjalë të tjera, ju i dini sepse është e njëjta jetë pothuajse rutinë, ajo që apo sjellje të ndryshme, ne e kuptojmë tani që zgjimi ndaj ka shkarkuar, pra është krye kaput, pra e ndjejmë që ka diçka që nuk, edhe pse i keni marrë me vete, këto nuk shpirti kërkon që ne ti transformojmë, po kjo do të jap në pjesën e dytë. Tjetër është që na bën që ne të ndihemi të pakëndshëm. Pra ajo që gjithçka që na sjell shpirti, pra na liron nga çdo lloj zakoni i vjetër, çdo lloj gjëje, sigurisht që na bën të pakëndshëm, sepse mbi tyre ishte dhe siguria që ne kishim krijuar. Pra që të gjithë ne jemi unik dhe që të gjithë e dim se çfarë kemi krijuar besime gjatë jetës tonë, duke vazhduar, duke jetuar, pa e kuptuar në rolin viktim dhe duke dëmtuar njëri tjetrin. Tjetër është ajo që ne kemi kaluar
pra gjatë jetës tonë që për ne quheshe e kuptueshme, pra në jetën e parë që dukeshe çdo gjë e kuptueshme tani, pra që ajo ishte e vërteta, ajo marrëdhënia ime pra ishte ashtu si, sigurisht që unë vetë gjeta, por asgjë nuk ndodh pa qëllim, vetë jeta na mëson se ndoshta ishte, jo ndoshta, po ishte një zgjidhje që ishte me impulset e egos, pra ishte me qëllimin e asaj që troqë të ndodheshe në një marrëdhënie për të cilën të jemi të pasur, të qetë, të kemi gjithçka, të bukur nga pamja jashtme të tjera, pra në lidhje gjithmonë me botën e materjes. Dhe kur bëhet një zgjidhje e tillë dhe jo me zemër, sigurisht që ka pasoja gjatë jetës dhe në këtë rast shpirti, mençuria e mësimeve të mrekullisë të plotfuqisë hyjnore na tregon që e vetmja gjë që ju bën që jo të mbijetoni jetën, por të jetojmë jetën është të hapet zemra. Dhe kjo është që ju po e dëgjoni tani. Dhe sigurisht që gjatë procesit të zgjimit, ajo që ne kishim krijuar gjatë jetës tonë dhe ishte e kuptueshme për ne, ne na bën që të ndjehemi dërmuese dhe është e vërtet. Unë nuk mund të them që zgjimi i shpirtit është një proces i lehtë, por është procesi më i vlefshëm i jetës tonë, më i bekuar dhe ta bekoni që jeni këtu, edhe nëse do të kaloni situata të vështira, por të jeni të sigurt që ju çdo ditë rriteni, çdo ditë do të lidheni me këtë zemër hyjnore që do ja ju bëj jetën, oh my god, do të thoni, ku jam, ku po jetoj, edhe pse Diana po jeton në këtë realitet, oh my god, ja u bekoj që të gjithve dhe e dërgoj këtë bekim me zemër të hapur, jo vetëm për ju që ndihni këto video, po kudo ku shkoj, kudo ku shkel, shpirti im zgjon shpirtra të tjerë, sepse i kam kontakte edhe e ndjej këtë mrekulli. Domethënë njerëzit janë të mrekullueshëm, por ata nuk e dinë se si të, edhe kur unë komunikoj, hapi sytë, nuk e merr me mend çfarë respekti. Jam shumë e lumtur dhe e falenderoj këtë fuqinë hyjnore, forcat e jashtëzakonshme të pastra që po na mençurojnë që të gjithëve ne, si në qelë, si në tokë, për një bashkëpunim për të krijuar me zgjmimin e shpirtit, që të gjithë ta pranojmë ndryshimet, të lidhemi me veten tonë dhe hap pas hapi është një bekim për të gjithë. Gjithsesi ajo që do të arrim është, pra rezultati që do të arrim është që çdo gjë që ishte sipërfaqësore, çdo gjë që ishte zhurmë ose e bllokuar, pra çfarë ju ndiqni dhe që është një pjesë akoma, ne nuk e tolerojmë më, pra ne nuk, është me të vërtetë që nuk tolerohet sepse nuk flitet për shkakun, por flitet për qëllimin. Pra në të vërtetë flitet për jetën, po a është kjo jeta që ne po jetojmë? Tjetër është që ne, duke qenë se ne i kuptojmë këto gjëra, ne fillojmë tani që ne të lidhemi, kemi hapësirë, kemi krijuar një hapësirë me veten tonë, dhe në këtë kohë është dhe një intuit e zgjeruar, pra një uri akoma më të zgjeruara, ashtu sikurse dhe intuita, pra vetëdia është e zgjeruar, po dhe intuita jonë është bërë akoma më e mençur. Pra e kuptoni që edhe pse jeni në një proces që nuk e dini, ju përsëri e kuptoni që shpirti ju drejton dhe ajo që ne ardhim, pra rezultati është që ne jetojmë tani, e kuptojmë që jo po jetojmë me të vërtetën, me veten tonë dhe jo me atë se çfarë presin të tjerët. Pra me një fjalë ne jetojmë me veten tonë dhe jo se çfarë pritet nga ne. Pra kjo tjetër e ndjeni që jeni kthyer në shtëpi, që të gjithë e ndjeni, pra kaluat një fazë me të vërtetë që ishte e dhimbshme, por e ndjeni tani dhe kjo është ju, për të gjithë ju e dini që kush jeni tani, ju e dini, por nuk e dini ku do të shkoni me zgjimin. Megjithatë kjo për momentin është e mjaftueshme, sepse kujtoni si hyt dhe ku jeni, qofse jeni, pra jeni në këtë procesin e zgjimit.
Ndërkohë që të gjithë, para se të jap atë reflektimin, që të reflektoni 2-3 pyetje, është që të kuptoni, që të mbani mend që zimi i shpirtit nuk është një proces që bum des dritën edhe erdhi. Ky është një proces i cili hap pas hapi, me të vërtet, do t'ju krijoj ju zbrazje. Pra, zimi shpirti do t'ju zbrazi, zimi shpirti do të zjoni përsëri, do të sjellë kujtime, dhe zimi shpirtit përsëri do t'ju orientoj. Pra, është një proces që pas sapi do t'i ndjeni këto gjëra, dhe kjo është, ju nuk jeni vetëm, dhe ta bekoni këtë rrugëtim, dhe duke qenë që kërkon për të gjithë ju, që ndjeni që kërkoni ndryshim, ndjeni që diçka nuk shkon me ju, atëre pyetja është, a guxoni të lidheni dhe të vazhdoni zgjimin e shpirtit, sepse kjo është shekulli për të cilën po na fton që të gjithë, dhe është vetëm zgjimi i shpirtit që do t'ju krijojë, jo të mbijetoni jetën, por ta jetoni me bukurinë në të gjitha aspektet, në shëndetin tuaj. Pra, në çdo lloj sëmundje ju do të shëroheni në lidhje me atë që marrëdhëniet tuaj do t'i jepni akoma më bukuri, jo vetëm me veten, por dhe me të tjerët, do të punoni në punrat për të cilët ju pëlqejnë ju, dhe ju jep me të vërtet atë që të shkosh me dëshirë, apo punon për vete, apo për të tjerët, e bën me pasion, e bën me kënaqësi. Pra jeta merr një rrugë tjetër, si do të ktheheni në shtëpi, në kuptimin e asaj që ne do të kthehemi në origjinën tonë, ashtu si krijesa na ka krijuar, që ne të mësojmë, ne të ndihmohemi dhe ne të krijojmë njëri tjetrin për të jetuar të lirë. Pra, në këtë rast bëhet fjalë, a jeni që të gjithë të guximshëm, sepse ajo që do të arrini është e para që kërkon, do të arrim në vërtetësinë tonë, dhe e dyta është kërkon durim, qëndrueshmëri, besim, hap pas hapi, sepse edhe pse është një rrugë që nuk e dini, ju do të arrini në mrekullinë e bukurisë së jetës, ashtu si krijesa na ka krijuar për ta jetuar jetën, dhe që të gjithë nuk jemi më pak as se pemët, as se qielli, as se dielli, as se ëna, as çdo gjë që shihni në këtë shpenkafsh, nuk jemi më pak se ata. Jemi që të gjithë energji, e vetë një ndryshim, ne jemi njësoj dhe ne jemi të lidhur me njëri tjetrin, e vetë një ndryshim është që ne kemi një frekuencë më të lartë, se ne komunikojmë me fjalë, me mendime. Por edhe gjithçka që ka krijuar krijesa ka mënyrën e vet. Po kur ne jemi në veten tonë, ne e kuptojmë që shumë gjëra ne i kemi pak a shumë njësoj si çdo shpenë, kafshë, qielli, çfarë shihni, pak a shumë njësoj. Pse? Sepse është energjia. Pra, energjia lëviz, dhe ajo që jetojmë ne me energji hyjnore, e kanë edhe pra gjërat e tjera, qofshin të gjalla apo jo të gjalla. Pse? Sepse ne jemi të lidhur me këtë mrekulli, me këtë univers të bollshëm, apo burimi i energjisë, Zoti, çfarë doni që të prisni, sepse që të gjithë e kemi në zemër, se kjo zemër është hiri i misionit dhe i drejtimit, dhe në këtë rast është që kërkohet të hapet, sepse do të jetojmë që të gjithë me veten tonë, me natyrën tonë të krijuar, me vetbesimin tonë, me atë që ne kërkojmë. Gjithsesi, bëni këto 3 pyetje. Çfarë nuk përputhet në jetën time me thelbin tim? Pra, shkruani. Tjetër është, a mund të qëndroj prezencë edhe kur ka zhurmë, edhe kur ka pasiguri, edhe kur ka konflikte, dhe të mos merrni përgjigje direkt, kudo që të jeni. Pra, mbajni shënim, pra që të qëndroni të qetë, edhe pse ka zhurmë, edhe pse ka konflikte, edhe pse ka pengesa me veten apo dhe përreth ku jeni, ju përsëri të mos merrni vendime direkt, se e bën mendja, por të qetë. Pra, mundoni të rini të qetë. Dhe tjetër, rini të vëmendshëm, mbajni shënim këto, që kur t'ju dalin në proces,
ku ju përshpërit shpirti që kërkon ndryshim në kohën që ju vjen, pra në momentin prezent, pra ku ju përshpërit, dhe në momentin që ju përshpërit, mos rezisto. Pra kjo është mos rezisto, po bëu i njohur çfarë përshpërit shpirti, sepse ajo që përshpërit është ajo që do t'ju jap ju informacioni që të liroheni, dhe tani si do të liroheni, do të hymë në rrugën e dytë. Pra tash dhe njerë, jo të gjithë, mund të keni të gjithë për njerë, por mund të keni me intervale, por të ndjeni, pra të kuptoni ku jeni, dhe në këtë rast është pastrimi. Çfarë do të thotë pastrimi? Pra transformimi i energjive që na sjell, pra trupi, na kujton, na sjell tani, u zbrazëm tani, na si që do të thotë, që okej, ne u zgjuam, ne u kthyem në shtëpi, ne e dim që kush ishim, por tani nuk e dim ku do shkojmë, ju e dini që ju nuk do të ktheheni më sepse jeni lidhur me shpirtin, pra ju nuk është se do ktheheni si ishit dikur, kjo nuk ndodh më sepse ju zbrazët, pra keni, si thua, çdo gjë që nuk të ju shërbente, ju pastruat, u larguat, por tani kërkohet në brendësi të trupit ton, sepse janë energji të ulta në zorët e barkut, ashtu sikurse edhe në mendimet tona janë gjëra të fiksuara, mendime, sjellje, zakone, ato varësi që ne kemi e të tjera. Pra çdo lloj, edhe në këtë rast bëhet fjalë për çdo lloj situate apo ngjarje që kemi kaluar, ne nuk do që do të merremi me situatën edhe me çfarë kaloj, ne nuk e shkatrojmë dot atë, çfarë kaloj, s'mundemi më, por ne do të hyjmë në brendësi, do të pastrojmë, do të përballemi me dhimbjet që ne kemi kaluar gjatë jetës tonë, me qëllim që ne të lirohemi, dhe në këtë rast është vërtet që hyjmë në një fazë rrugë më të qetë, por nuk është më pak e fuqishme. Ajo që do të kuptojmë është që gjatë kohës së pastrimit, ne jo vetëm që do të kuptojmë kush jemi, por ne do të vazhdojmë se ku do të shkojmë, pra e ndjejmë, pse, sepse e rritet energjia, dhe ajo që ne arrim të mësojmë nga pastrimi është që ne bëjmë të qartë, që ne duhet pastrojmë nga çdo lloj bllokade që besimet, bllokimet, apo bagazhet e vjetra të çfarë do lloj modeli që ne kemi marrë me vete, dhe kjo është sepse shpirti na i nxjerr në dritë, dhe duke qenë se na i nxjerr në dritë, ajo që kërkoj nga ju të jeni të vëmendshëm, të jeni me të vërtetë, pra atë që të jeni të vëmendshëm me çfarë ju vjen, me qëllim që me dashuri, duke e njohur, duke i dhënë falje vetes dhe të tjerë, dhe duke i dhënë mirësi dhe dashuri, ne do të do të lirohemi, do të lehtësohemi, pra krijojmë hapësirë në trupin ton. Tjetër është ne kuptojmë tani që çdo lloj hije, qoftë mendore, qoftë dhimbje që ne kemi, është që kjo do të na bëjë që ne nuk i lejojmë më të shtyen, pra nuk i lejojmë më si para në jetën e parë, ne nuk dinim të vepronim me to, por zimi tani na tregon që këto nuk do të shtyen, prandaj po ti sjell, po ti përsëris, me qëllim që pra ne kuptojmë që nuk mund t'i shtyjmë më, shpirti kërkon të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, dhe rezultati çfarë do të arrijmë është që edhe pse ne shpirti na kujton, pra kishim krijuar mur, pra emocionet e bllokuara në zorët apo në hijet mendore, na tregojnë që jo çdo gjë që ne kishim, sepse ne pastrojmë, pra transformojmë, pra lidhemi me shpirtin ton, edhe me shpirtrat e tjerë, pra çfarë ne kemi kaluar në situatën tonë, atë që shpirti na sjell, dhe ne kuptojmë që jo çdo gjë ishte jona, dhe jo vetëm që çdo gjë nuk ishte jona, por ne kuptojmë edhe ato që ne kishim krijuar besime me kohë të gjatë, pra duke vazhduar në çdo lloj marrëdhënie, pra që ajo është për ne, pra në mënyrë të pavetëdijshme, pra që gjithçka, pra çdo lloj besimi që ne kishim krijuar, ne e kuptojmë që ato janë të pavërteta, dhe në këtë rast një nga besimet që kisha krijuar unë gjatë gjithë kohës që është turp për mua, kjo ishte komplet
një iluzion, dhe ky iluzion ishte i ngulitjeve që unë kisha marrë me vete, sepse edhe në qoftë se unë doja të ndahesha me kohë, ishte edhe nga nëna ime si do ndahesh, ku do shkosh, ke fëmijë e tjera, pra ngulitje tjetër vetvetiu ishte dhe ajo krenaria ime që wow, po unë kam një martesë, kam një punë të mirë, kam fëmijë, jam e martuar, këto etiketimet, edhe ashtu të ndahem, pra ishte ajo që do më binte krenaria, si dështove, por, oh my God, po unë e bekoj këtë rrugë për të cilën më solli këtu ku jam sot, sepse unë e bekoj dhe martesën time, në fund të fundit është jeta ime, dhe ajo më mësoi shumë gjëra, që sot jam këtu dhe jetoj jetën me vërtetësi. Pra e kam bekuar, kjo është që ku ne lirojmë çdo gjë dhe e lë me dashuri, në fundit është jeta ime. Kam të mira, kam dhe të metat, nga të metat mësova, që nuk i përsëris më, por të mirat janë një mrekulli. Si s'është e mirë të kesh një fëmijë, kam fëmijë, apo kujtime të bukura që kam kaluar e të tjera, sepse jeta është spirale, jeta herë të ngre, herë të ulë, që të gjithë e dini. Gjithsesi, tjetër është ky proces që na mëson, është një proces me emocione, pra ka emocione që i ndjem shumë emocionalisht, por ju lutem, ju duhet jeni të butë me veten, ju duhet jeni të dashur me veten, për arsye sepse ne po i ndjem në trupin tonë, në fund të fundit atë që tash është jeta jonë. Pra shpirti, këto emocione ndjen se shpirti na nxjerr çdo gjë, hidhurimet e vjetra, dhe në këtë rast ne kuptuam që ku ne qëndroni të zemëruar, ku ne nuk falnim, ne nuk ndjenim, pra kur ne liruam këto me dashuri, ne filluam të ndjejmë, ne filluam të lidhemi me vërtetësinë e bukurisë së brendshme, që janë udhëzuesi tanë të brendshëm, angjëjt tanë, mjeshtrat e dritës me kohë, sepse shpirti jeton dhe kjo lloj kohe për të cilën tani është zgjimi i shpirtit ka ndodhur dhe me hershmëri, se kjo është zhvillimi që ne kemi arritur si që njerëzore në një nivel më të lartë. Pra çdo gjë në realitet, në këtë univers të bollshëm, në këtë planet lëviz, pra energjia lëviz, nuk fiksohet ashtu si ka fiksuar mendja marrëdhëniet apo punën që punojmë në një jetë të tërë, në një punë, dhe më këtu na i ka sjell shpirtin tani jo se jam e liruar. Oh my God. Gjithsesi, kur jeni të lidhur me shpirtin, ju do të kuptoni edhe pas sigurisë që ne kishim krijuar, pra nuk tregonim të vërtetën, sepse nëse tregonim të vërtetën, kishet frikë se mos humbje marrëdhënien apo punën, apo më tash dhe që sot jetojnë akoma një pjesë me frikë, por nuk e kuptoni që kur lirohemi nga pas sigurisë, nga çdo gjë që nuk na shërben, ne marrim akoma dhe më respekt se ne jemi me veten tonë dhe ne do t'ja vazhdoj në vazhdim. Tjetër, në këtë kohë mund të ndjeni në këtë transformim që mund të keni një kthim, pra keni bërë një punë të mirë dhe çuditesh thua, wow, po pse u ktheva, pse s'po ngjitem? Sigurisht të kuptoni që kjo është e përkohshme dhe ka të bëjë me atë. Ju jeni duke u rritur, ju jeni po hyni më në thellësi, pra po vazhdoni, se procesi vazhdon, tash është spirale, përsëriten gjërat dhe ju po hyni akoma në thellësi, pra koeficienti dritës tuaj është rritur akoma më shumë, ju po hapni zemrën tuaj, pra çdo gjë është e përkohshme dhe në këtë rast ne e kuptojmë që pastrimi i hijeve, çdo gjë që nuk na shërben, a është frika, a është pasiguria, konflikte, a është brëndësia e trupit tonë në lidhje me zemrime, me çdo gjë, blokada, muret për të cilën ne kemi krijuar, ne do t'i lëm. Pra kjo është që jeni, pra nëse ndjeni që ktheheni përkohësisht, por që e ndjeni që trupi u sjell dhe nuk është pa qëllim. Tjetër të jeni ajo që ne pastrohemi, ne ndjejmë që nuk do të arrijmë në perfeksionizëm, por ne do të arrijmë në butësinë e këtij procesi, për arsye sepse çdo gjë lëviz dhe ne do të bëhemi më të vendosur dhe më të guximshëm në lidhje me atë që çdo gjë pastrimi është jeta jonë dhe
është jeta jonë, ne nuk kemi pse jemi të ashpër në atë që kaloj, sepse në qoftë se do jemi të ashpër, ne lëndojmë veten tonë, pra pastrimi kërkon me të vërtetë që ne të bëhemi pra me butësi, me dashuri, me dëmshuri dhe kjo na sjell, pra kur ne lirohemi nga çdo gjë me mirësi, me dashuri, transformojmë gjërat, ne arrim pra atë që ne pastrohemi dhe ne krijojmë me të vërtetë në vetvete na vjen një dëmshuri dhe kjo është që ne e bëjmë pa kritikuar veten, pa gjykuar veten, përkundrazi ne mësojmë nga të metat dhe lirohemi, ne mësojmë sepse në momentin që lirohemi nga të metat ne arrim dhe të mirat, sepse edhe të mirat na shërbejnë, se janë të bllokuara në murin që ne kemi vendosur që në kohët e hershme, pra fëmijëria ose në më herët, se shumë gjëra i marrim dhe nga fisi e tjera, por gjithsesi ne ndihmohemi dhe nuk jemi vetëm. Angjël mjeshtra kryangjël në anë, çfarë ju ndiqni është e drejta juaj dhe sidomos nëse ndiqni këto video hap pas hapi, të jeni të sigurt që ju duke me durim, me qëndrueshmëri dhe vendosmëri hap pas hapi ju do të arrini në të vërtetën kush ju jeni në të vërtetë që u bën jetën akoma dhe më të bukur për vete, për rreth jush edhe më gjarë. Gjithsesi ajo rezultati akoma më i madh është që çdo pluhur që ne kishim krijuar në hijet mendore, pra në lidhje me vellot dhe që hapet dhe syri i tretë, çdo lloj bllokade që kishim krijuar në energjitë, pra në muret e bllokuara, ato bllokada që kishin në zorët e barkut, kjo na bën që edhe çdo gjë që edhe me zemrën tonë që kishim krijuar sekretet tona e të tjera, pra çdo gjë ne me të tjerët, ne me veten tonë, ne e kuptojmë që kjo na bën që ne të rritemi, të shkojmë në rritje, pra ne pastrohemi dhe mbi të gjitha ajo që ne arrim si rezultat është që ne nuk është se do të bëhemi perfekt, por ne do të arrim në vërtet, do të jetojmë me të vërtetën tonë. Pra ne do të kthehemi ashtu si ne kemi qenë gjithmonë. Pra zgjimi i shpirtit nuk është se do të na bëj perfekt. Djana është djanë, është e njëjta si dikur, por tani me një qëllim, me një gjë që janë kthyer si kanë qenë gjithmonë, pra ashtu si krijesa më ka krijuar. Dhe pyetjet që do të bëni janë reflektimi për pastrimin tuaj. Cilat modele, cilat besime janë që duhet të lini të shkojnë sepse nuk ju shërbejnë. Tjetër, çfarë ju sjell trupi, çfarë ju sjell që duhet të lironi me qëllim që të jetoni në momentin prezent. Pra çdo gjë që ju sjell trupi në moment, ju duhet ta lironi dhe ta lini të shkojë pa kritik, pa gjykim, me qëllim që të ktheheni në momentin prezent. Dhe tjetër, a mundeni ju që të qëndroni të butë me hijet tuaja, me ngulitje që keni, mendime, fjalë, sjellje, varësi, pra të jeni më të butë, pa e kritikuar veten, çfarë ndodhi, nuk ka rëndësi sepse shumë gjëra që mund të ndodhin ne kritikojmë veten që jemi fajtor. Në asnjë mënyrë, pra jini sepse janë iluzione. Pra jini pyetja, a mund t'i shikoni hijet tuaja, pra frike, dyshime, çfarë ju keni pasigurie të tjera në mënyrë të butë me qëllim që të mos gjykoni. Sa më pak gjykime dhe mundësisht fare, por të pranoni, sepse ne jemi që njerëzore, ne bëjmë gabime, por ne mësojmë nga to. Rritja, faza e tretë, rritja ka të bëjmë atë që është që ne do të arrijmë në vërtetësinë e jetës tonë. Sigurisht ne kaluam gëzimin, pastrimin, edhe rritja është që jemi rritur, pra jemi rritur, jemi bërë diçka e re, pra që të gjithë e ndjeni nëse jeni në këtë kohë. Ajo që kuptohet është që ne sa më shumë ne pastrojmë, aq më shumë ne futemi në thellësinë, pra jemi të lidhur me brendësinë tonë. Me një fjalë që të gjithë e kuptoni që duke u qenë se po hyn diçka e re në trupin tonë, pra jemi liruar, jemi pastruar, diçka e re kërkohet në veten tonë, pra shpirti kërkon dhe në këtë rast ndjehet që ju doni veten tuaj, pra jeni pastruar
dhe kuptoni që doni veten tuaj, pra e ndjeni që doni të vazhdoni, pra është një mënyrë akoma më e bukur për të vazhduar me vërtetësinë e jetës tuaj. Dhe në këtë rast ne arrim pra që na mëson procesi i rritjes, ne arrim që jo vetëm që ne jemi rritur, jo vetëm që ne kemi një uri, pra sepse shpirti na rrit, na krijojmë aftësi, pra na mëson çdo ditë gjë të re. Por ndërkohë ne e kuptojmë që kemi dhe një lloj dëmshurie, pra akoma më shumë dëmshuri, dhe kjo është që zgjimi na mëson që është faza e rritjes tonë që ne jemi të thirrur për të bërë zgjedhje. Pra çdo gjë është pastruar tani, si do të arrim çfarë zgjedhje që të mbushim veten tonë të re me atë që ne dëshirojmë, pra zgjedhje me atë që shpirti kënaqet. Dhe në këtë rast, për një pjesë mund të jetë që ju kërkon, nëse keni lënë gjëra që i keni shtyr në çdo lloj aspekti të jetës që e keni shtyr ose keni shmangur, ju kërkon që të hyni përsëri, pra të bëni një zgjedhje, pra kërkohet me të vërtetësia, se shpirti kërkon vërtetësi. Pra me një fjalë që të gjithë ju e kuptoni tani që shpirti kërkon të duket, shpirti kërkon me të vërtetë të jesh ti e vërtet ati. Dhe sigurisht për këtë është që të bëni zgjedhje, është që a jeni gati të jeni të dukshëm, pra jemi ne që zgjedhim atë që duan. Çfarë doni që të bëheni të dukshëm në këtë jetë, sepse ne jetojmë, ne nuk do rrim vetëm të mbyllur, pra ne u rritëm. Dhe në këtë rast ndoshta është e vështirë, por me vendosmëri ju nuk jeni vetëm, sepse ne orientohemi dhe në këtë rast sa më shumë të ndiqni shpirtin, vetëm pyetja është, a jeni gati, pra ja jeni që doni të dilni, pra të jeni të hapur. Ajo që do të kuptoni është që kjo fazë sigurisht do të sjellë përsëri emocione të tilla, pra do t'ju sjellë ju përsëriten me qëllim që të liroheni nga çdo gjë që nuk ju shërben. Dhe në këtë rast ku ne jemi rritur, shpesh ju del frika, sepse shpirti kërkon të bëj diçka, po është që do të thotë do të liroheni, pra do të shkëputeni nga çdo lloj zakoni i vjetër apo varësi që e kemi vetë ne, pra do të shkëputemi nga çdo gjë që nuk na shërben, që nuk është mirëqenie për shëndetin tonë, që nuk na lidh me të dy energjitë, pra mendërisht të pastër, por edhe shpirtërisht. Do gjë që është jo vetëm zakoni i vjetër që ka ngelur për ju, por ndërkohë na të rret shpirti tani për gjëra të panjohura, pra njohuri të panjohura. Përse? Sepse dhe jemi lidhur me shpirtin dhe duke vazhduar format e ndryshme të meditimit, ne do të arrim pra akoma më shumë të marrim njohuri të panjohura, dhe në këtë rast që të gjithë jeni të ftuar pra për punën tuaj, për fjalët tuaj, për lidhjet tuaja e të tjera, gjithsesi pra për një krijim kryekëput ndryshe nga ajo që keni bërë më parë. Pra shpirti kërkon rrugën e panjohur, rrugën e mrekullisë së jetës, së vërtetësisë, dhe këtë e zbulojmë ne, për të cilën tash dhe njerë ne nuk jemi vetëm, ne orientohemi sinkronizime të ndryshme, ju jeni të lidhur, ju jeni me shpirtin tuaj, ju jeni angjëll, ju jeni dritë, ju jeni punëtor të dritës, kur ju e vazhdoni apasapi rrugëtimin e shpirtit, ju do të lidheni me forcat e jashtëzakonshme, jashtëtoksore, të pastra, po ashtu në toke të tjera, pra ju jeni duke u rritur. Gjithsesi është ajo që do të kuptoni, që ju e kuptoni tani që filloni të reagoni ndryshe, dhe jo vetëm të reagoni ndryshe, por ju dini të vini kufij, jo kur është jo dhe po kur është po. Pra për çdo gjë ju jeni në gjendje, sepse jeni rritur, jeni diçka e re, jeni komplet e re në krahasim me atë që ishin dikur. Gjithsesi ajo që do të kuptoni është që ju jeni lidhur me zemrën tuaj, dhe jo vetëm që doni veten tuaj, por ju doni dhe botën. Dhe në këtë rast ju e kuptoni që jeta ku jetojmë nuk është perfekt, po ne jetojmë me të vërtetën tonë. Kjo është ndryshimi, ne jemi një lloj si gjithë të tjerët, vetëm se ne jetojmë me vërtetësinë tonë, pra jetojmë me vetëdijen shpirtërore, me zemrën tonë, dhe rezultati është që të gjithë ne jemi të lidhur, jo vetëm me veten tonë, por ne jemi lidhur dhe me botën. Po kështu është që ne
gjatë rritjes tonë, ne nuk është se do të bëheshim më të keq apo më të mirë, përkundazi ne do të lidheshim me veten tonë, me vetveten tonë, unin tonë, pra do të bëhemi të plot me natyrën tonë, ashtu si krijesa na ka krijuar, pra me këtë zemër për të cilën ka hirin dhe drejtimin e jetës tonë dhe ne e ndjejmë këtë me rritjen tonë. Tjetër është që ne me të vërtet na bën më të guximshëm, pra e kemi këtë sepse kemi arritur në veten tonë, pra reagojmë ndryshe dhe kjo është që ne kemi sjell çdo gjë në brendësi të vetes tonë, pra dy energjit, por edhe në qoftë se më tej varet se si arrini, po dy energjit në armoni dhe në këtë rast që të gjithë ne ndjejmë kur kemi hapur dhe zemrën tërësisht, ne ndjejmë që kemi një armoni, ne si jemi brenda jemi dhe jashtë, si jemi sipër jemi dhe poshtë, si jemi pra në zemër edhe mendje, pra jemi në harmoni. Ajo që ne kuptojmë është që ne krijojmë fjalët tona, mendimet tona, sjelljet tona, varësitë tona, çdo gjë tonën dhe mbi të gjitha është që ne kemi krijuar farën tonë, pra këto farat të gjitha, mendime, zakone, sjellje, karakter, pra kemi krijuar identitetin ton, ashtu si ne shpirti na drejton dhe këtë farë pra ne jemi që e shkëlqejmë këtë dritë dhe kjo farë kur e kemi vetë ne do të mbi dhe do të pra jo vetëm që do të mbi, por do të zërë dhe rrejmë në planetin tonë dhe kjo ka filluar tash. Pyetjet për reflektimin, çfarë zgjedhje mund të bëj vetë që të jem i qëndrueshëm dhe besnik me thelbin tim? Pra çfarë zgjedhje? Kjo është tani që ju do të vazhdoni, jeni rritur dhe tani do të vazhdoni rrugtimin dhe çfarë zgjedhje do të bëni që të qëndroni besnik me veten tuaj të re. Tjetër është çfarë mund të krijoj që të sjell në jetë, çfarë mund të krijoni, pra jeni ju që ajo që ndjek në shpirt ta krijoni, pra që ta sillni në jetë. Dhe tjetër, si mund të rritem, sepse shpirti, vetëdia shpirtërore thellohet vazhdimisht, por tani si mund të rritem me qëllim pa e detyruar veten, pra si mund të rritem shpirtërisht pa e detyruar veten. Dhe së fundi është që ne jemi me qenien tonë, me vetveten tonë, pra ne jetojmë me besimet tona, që do të thotë që ne vazhdojmë jemi lidhur me dritën, me esencën tonë, pra kush ne jemi në të vërtetë. Dhe ajo që ne kush ne jemi të vërtet, ne kemi arritur këtë dhe kjo na bën që gjitha rrugëtimi, zgjimi, pastrimi, pra transformimi i energjive, po kështu rritja jonë, por edhe tani që ne jemi në qenien tonë, ne kuptojmë që kemi arritur në stabilitet dhe ky stabiliteti ka të bëjë me atë që çdo gjë bie në vend. Pra ne arrim të kuptojmë që na mëson pra vetja jonë me besimet tona që ka më pak zhurmë, ka më pak dyshime, po kështu është që ne nuk është se do bëjmë dikushi apo diçka, turremi mbas diçka, ne jetojmë me esencën tonë, me veten tonë, me atë që ne jemi. Tjetër, procesi nuk është se ka përfunduar, dhe nuk ka përfunduar vërtet, sepse shpirti jeton, shpirti kërkon rritje, zhvillim, por në këtë rast ne nuk humbim kohë duke kërkuar për diçka apo dikush të bëhemi, përkundrazi ne jetojmë me prezencën. Tjetër, ne ndjejmë që jemi kthyer që të gjithë në shtëpi, që të gjithë, dhe kjo ka të bëjë me atë që ne jetojmë me thelbin tonë, me besimet tona, me atë që zemra jonë dëshiron dhe kënaqet. Tjetër është që ne çdo gjë e lëvizim në këtë jetë me butësi, me qetësi, me vendosmëri, me guxim, me optimizëm, me durim, dhe të gjitha këto janë që ne na bëjnë që edhe nëse të tjerët, kushdo që të jetë, pra japin një mendim, puna e tyre, ne vazhdojmë të qëndrojmë me drejtimin tonë. Ne nuk gjykojmë, ne jemi fleksibël, diplomat, por ne vazhdojmë drejtimin e jetës tonë dhe kush dëshiron dhe na dëgjon, ne ndihmojmë paktim, ne ndihmojmë thjesht se e thret shpirti. Gjithsesi, rezultati që të gjithë që ne do të arrijmë është që ne kemi një uri të brendshme dhe ne dëgjojmë zemrën tonë. Pra çdo gjë na drejton zemra, ne nuk kemi frikë,
ne kemi besim, ne kemi një dashuri dhe kjo është dashuria ujnore pa kushte që na jep besim në vetveten tonë. Ne nuk bëjmë gjëra që duhet, por ne bëjmë gjëra se ne i ndjejmë për t'i bërë dhe kjo është që ne vazhdojmë, ndjekim zemrën, dëgjojmë zemrën që na jep drejtimin e jetës. Tjetër është që të gjithë ne kontribojmë dhe nuk ka rëndësi se sa është kontributi i vogël apo i madh, por është kontributi që e bëjmë me zemër. Tjetër është ne ndoshta dukemi sikur jeni pasiv, por në të vërtetë ne nuk jemi pasiv, ne dim të veprojmë me thellësi dhe me dëmshuri dhe që të gjithë ne jemi të lidhur me vete, ne jemi lidhur me botën, ne jemi pra me të tjerët, me edhe më gjarë, edhe më të hapur, ndoshta me Zotin tuaj, me universin, me burimin e energjisë, me krijesën, me shpirtin tuaj nor, çfarë ju të rrisni, pra ju jeni të lidhur, ju e ndjeni dhe ju flisni çdo ditë, çdo mëngjes kur ngriheni, çdo mbrëmje, çdo prezencë, sepse ne jetojmë me prezencën dhe kjo është që ne jemi me të vërtetë që nuk është se ne do bëjmë dikushi apo diçka, por ne thjesht është që ne kemi kthyer natyrën tonë origjinale ashtu si krijesa na mishëroi kur ne ardhëm në këtë tokë hyjnore me ditëlindjen tonë dhe kjo ditëlindja, data, muaj, viti është busolla jonë që na drejton në rrugëtimin e mrekullueshëm të jetës kur ne hapim zemrën, pra ne vazhdojmë procesin e zimit të pra të lidhemi me shpirtin tonë, me veten tonë dhe të pranojmë ndryshimet hap pas hapi dhe ky është rrugëtimi, ky është evolucioni i vazhdueshëm lart pamës i këtij shekulli të ri për një ndërgjegjësim akoma dhe më të lartë të qenies tonë që do të hapet zemra dhe do të jetohet më në fund me mendje dhe me zemër të hapur ashtu si krijesa e ka krijuar vërtetësinë e burimit të bukur të jetës. Që të gjithë ne pavarësisht pra ky proces nuk është i përfunduar, ne vazhdojmë ashtu sikur edhe Diana për arsye sepse ne jemi në gjendjen e vetëdijes që thellohet vazhdimisht. 3 pyetje reflektuese që do të bëni. Ku e ndjej veten, ku e ndjej plotësisht që jam vetvetja, pra të bëni atë, ku e ndjej veten plotësisht, vetja ime, që të gjithë ju kërkohet, për atë që ju jeni unik, që të gjithë e dini se çfarë ju jep kënaqësi, pra ku je plotësisht me veten tënde, atë ndiqe. Tjetër, çfarë dëshiroj të bëj që të rrjedh i lirshëm kudo në çdo aspekt të jetës. Pra çfarë dëshiron ti që të vazhdosh rrjedhshëm, sepse je lidhur tani, je bërë me vete, me besimet e mrekullueshme, jo vetëm për vete, por edhe për të tjerë dhe më gjerë. Dhe tjetër, si mund të qëndroj i pranishëm, pra në prezencë, edhe pse jeta lëviz, sepse ne jetojmë edhe çdo ditë ndryshon, pra shpirti jeton, universi ndryshon çdo sekond, shpirti vazhdon, pra unë nuk jam më si dje, vazhdon, pra çdo ditë që bëjmë sot na çon nesër, një ditë ne do ikim, energjia nuk njeh mosh, energjia vazhdon sepse shpirti jeton. Pra ne vazhdon, është i përjetshëm, po ne si trup fizik ikim. Gjithsesi, që të gjitha këto do t'ju ndihmoj sadopak në lidhje me pra këto 4 rapa, nuk është se janë në një vit të drejtë, ne jemi të ndryshëm dhe i do t'i kaloni, pra të njiheni ku jeni, pra ku rezoroni, pra është në formë spirale, për ju që jeni në qenien tuaj si Diana, sigurisht ju ftoheni, gjithmonë jeni të lidhur dhe ju ftoheni dhe që të qëndroni në veten tuaj dhe të sqaroni çdo gjë, pra të qëndroni gjithmonë me shpirtin, të jeni me një mendje të mençur edhe me një shpirt me të vërtetë që thellohet vazhdimisht vetëdia, sepse universi zhvillohet, pra nuk ka fiksim, është spirale derisa të vdesim, por dhe për një pjesë nga ju që jeni në rritje, pra që jeni në rritje, sigurisht ju mund të kaloni disa zime që ju përsëriten, pra këto mund t'ju përsëriten disa herë, por ta dini që të gjithë do të arrim në veten tonë, sepse shpirti na zbraz, shpirti na kujton dhe shpirti na orienton, dhe që të gjithë ne nuk jemi vetëm, dhe jemi në këtë tokë që të mësojmë, të ndihmojmë dhe të krijojmë për mirësinë e vetes tonë, që të shkojmë mirë me njëri tjetrin, dhe që të gjithë ne ndihmohemi. Pyetja është, a jeni gati për ndryshimet? Dhe filloni dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.